Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shumica njerëzve i kushtojnë vëmendje ngjyrës së urinës, por shumë pak e dinë se edhe era e saj mund të japë informacione të rëndësishme për shëndetin. Në shumicën e rasteve, ndryshimet e erës janë krejtësisht të padëmshme dhe lidhen me ushqimin që kemi ngrënë, sasinë e ujit që kemi pirë ose me disa vitamina dhe medikamente. Megjithatë, ndonjëherë një ndryshim i pazakontë dhe i vazhdueshëm i erës mund të jetë një sinjal se organizmi po përballet me një problem që nuk duhet neglizhuar. Sigurisht, vetëm era e urinës nuk mjafton për të vendosur një diagnozë. Ajo duhet parë gjithmonë së bashku me simptoma të tjera, si djegja gjatë urinimit, ethet, dhimbjet, ndryshimet e ngjyrës ose nevoja për të urinuar më shpesh. Në këtë video do të shohim 6 ndryshimet më të zakonshme të erës së urinës, çfarë mund të nënkuptojnë dhe kur është e rëndësishme të kërkohet vlerësim mjekësor. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Erë shumë e fortë si amoniak. Një nga ndryshimet më të zakonshme është një erë e fortë që i ngjan amoniakut. Në shumë raste kjo ndodh kur organizmi nuk ka marrë mjaftueshëm lëngje. Kur pini pak ujë, urina bëhet më e përqendruar dhe substancat që ajo përmban ka një aromë të fortë. Për këtë arsye, era mund të jetë më e theksuar në mëngjes pas një nate të gjatë pa pirë ujë. Megjithatë, nëse kjo erë vazhdon edhe pasi jeni hidratuar mirë ose shoqërohet me djegje gjatë urinimit, temperaturë apo dhimbje, mund të jetë një shenjë një infeksioni urinar ose një problemi tjetër që kërkon vlerësim. Erë e ëmbël ose si fruta. Një erë e ëmbël ose që i ngjan frutave nuk është shumë e zakonshme. Në disa raste ajo mund të lidhet me praninë e ketoneve në urinë. Kjo mund të ndodhë tek persona që ndjekin dieta shumë të varfra me karbohidrate gjatë agjerimit të zgjatur ose tek individët me diabet të pakontrolluar. Tek personat me diabet, sidomos kur shoqërohet me etje të madhe, urinim të shpeshtë, lodhje ose humbje peshe, kjo është një situatë që nuk duhet neglizhuar. Erë shumë e keqe ose si kalpje. Nëse urina ka një erë shumë të rëndë, të pakëndshme ose të pazakontë që vazhdon për disa ditë, një nga shkaqet mund të jetë infeksioni i traktit urinar. Bakteret që shkaktojnë infeksion mund të ndryshojnë aromën e urinës. Shpesh kjo shoqërohet edhe me simptoma të tjera si djegje gjatë urinimit, nevojë për të urinuar shpesh, dhimbje në pjesën e poshtme të barkut ose temperaturë. Në këtë rast është e rëndësishme të mos injorohen simptomat, sepse infeksioni mund të përhapet nëse nuk trajtohet. Era pas konsumimit të ushqimeve të caktuara. Ndonjëherë ndryshimi i erës nuk ka asnjë lidhje me sëmundjet. Një nga shembujt më të njohur është shparku, i cili tek shumë njerëz shkakton një erë karakteristike të urinës vetëm pak orë pas konsumimit. Edhe hudhra, qepa, disa erëza, kafeja dhe vitamina B mund të ndikojnë përkohësisht në aromën e urinës. Nëse era shfaqet menjëherë pas konsumimit të këtyre ushqimeve dhe zhduket brenda një kohe të shkurtër, zakonisht nuk ka arsye për shqetësim. Era që shfaqet pas marrjes së vitaminave ose medikamenteve. Shumë suplemente dhe medikamente mund të ndryshojnë aromën e urinës. Për shembull, vitaminat e kompleksit B, sidomos riboflavina, mund t'i japin urinës një erë më të fortë dhe nganjëherë edhe ngjyrë më intensive. Edhe disa antibiotikë ose barna të tjera mund të shkaktojnë ndryshime të përkohshme. Nëse ndryshimi fillon menjëherë pas fillimit të një medikamenti dhe nuk shoqërohet me simptoma të tjera, atëherë nuk ka nevojë për shqetësim. Megjithatë, nëse shfaqen edhe dhimbje, ethe ose gjak në urinë, duhet ta kontaktoni mjekun. Kur era shoqërohet me ndryshime të tjera, ndonjëherë problemi nuk është vetëm aroma. Nëse urina ka erë të pazakontë dhe njëkohësisht bëhet shumë e errët me ngjyrë të kuqe, roz, kafe ose shumë të trobullt, kjo mund të tregojë se nevojitet një vlerësim më i detajuar. Po ashtu, nëse shfaqen dhimbje në shpinë, temperaturë të dridhura, të përzjera ose urinim i dhëmshëm, këto janë shenja që nuk duhen injoruar. Sa më herët të identifikohet shkaku, aq më lehtë mund të trajtohet. Si të mbahen të shëndetshme rrugët urinare. Një nga mënyrat më të thjeshta për të mbështetur shëndetin e traktit urinar është hidratimi i mirë. Pirja mjaftueshme e ujit ndihmon në hollimin e urinës dhe në largimin e baktereve nga trakti urinar. Gjithashtu është e rëndësishme të mos mbahet urina për periudha shumë të gjata, të ruhet higjiena personale dhe të trajtohen në kohë infeksionet urinare.
Për personat që kanë infeksione të përsëritura ose probleme të tjera urinare, kontrollet periodike mund të jenë shumë të dobishme. Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore? Duhet të konsultoni me një profesionist shëndetësor nëse ndryshimi i erës vazhdon për disa ditë pa një shkak të qartë ose shoqërohet me simptoma si djegje ose dhimbje gjatë urinimit, gjak në urinë, temperaturë ose të dridhura, dhimbje në shpinë ose në pjesën e poshtme të barkut, etje e madhe dhe urinim shumë i shpeshtë, të përziera ose të vjella, dhe në këtë rast një analizë thjeshtë e urinës mund të ndihmojë në gjetjen e shkakut. Era urinës mund të ndryshojë për shumë arsye. Ndonjëherë shkaku është krejtësisht i padëmshëm, si mungesa e ujit, ushqimet që konsumojmë ose disa vitamina. Por në raste të tjera, një erë e pazakontë dhe e vazhdueshme mund të jetë një sinjal që organizmi po përballet me një infeksion, një shtrëngullim metabolik ose një problem tjetër që kërkon vëmendje. Prandaj mos i injoroni ndryshimet që zgjasin ose shoqërohen me simptoma të tjera. Trupi shpesh jep sinjale përpara se një problem të bëhet serioz, dhe ti dëgjosh ato është një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur shëndetin. Kaq për këtë video, faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.